Kampi i Gjadrit po operon me kapacitet minimal, që pas dekretit të qeverisë Meloni në muajin mars, duke shndërruar atë në kamp për azil kërkuesit të refuzuar nga Italia, të cilët janë në pritje të deportimit. Burimet bëjnë me dije se brenda tij nuk ndodhen më shumë se sa 30 emigrantë. Pjesa më e madhe e tyre qëndrojnë vetëm për pak ditë, pasi procedurat e riadesimit përfundojnë shpejt. Në disa raste, emigrantët e verifikuar që në Itali janë transportuar direkt në këtë kamp, duke shmangur qëndrimin në qendrën pritëse të Shëngjinit. Kryeplaku i Gjadrit, Aleksandër Preka, shprehet se ndryshe nga periudha e ndërtimit, tashmë kampi nuk po sjell më ndikim pozitiv për ekonominë e zonës. A duket se ka prek shpopullimin edhe Gjadri? E ka prek jashtëzakonisht, shumë. Pas incidenteve të regjistruara disa muaj më parë, masat e sigurisë janë shtuar brenda dhe jashtë strukturës. Kampi i Gjadrit u konceptua fillimisht si qendër pritjeje për emigrantët e shpëtuar në ujërat ndërkombëtar nga autoritetet italiane, me qëndrim deri në 28 ditë në pritje të shqyrtimit të kërkesave për azil. Por pas refuzimit nga gjykatat për të shmangur dështimin, qeveria italiane u detyrua të bëjë ndryshime ligjore, duke kthyer kampin e Gjadrit në pikë ndalimi për emigrantët që kanë marrë refuzim për azil dhe presin deportimin.